Parashikimi i frikshëm i Nostradamus për Shqipërinë në vitin 2026 trondit opinionin publik. Një parashikim i rrallë dhe i frikshëm që i atribuohet profetit francez Michel de Nostradamus, i njohur si Nostradamus, ka dalë së fundmi në dritë dhe ka shkaktuar debat të madh në opinionin publik shqiptar. Sipas interpretimeve më të fundit të studiuesve të profecive të tij, një nga katrenat e tij enigmatike mund të lidhet drejt për drejt me Shqipërinë dhe vitin 2026. Katrena në fjalë përkthyer nga studiues të ndryshëm të veprës së Nostradamusit thuhet se përmend një tokë të vjetër në lindjet të Adriatikut ku ujërat e detit do të trazohen dhe një hije e errët do të mbulojë qytetet, duke ngritur dyshime për një ngjarje të rëndë natyrore apo politike që mund të prekë Shqipërinë në vitin që vjen. Ekspertët e teorive Nostradamusit besojnë se referenca ndaj një mbreti të ri që vjen nga malet dhe një shteti që dridhet pa luftë mund të jetë një metaforë për ndryshime të mëdha politike, sociale apo ekonomike në vend. Disa e lidhin këtë me kriza të mundshme të brendshme, ndërsa të tjerë flasin për ngjarje të paparashikuara natyrore si tërmete, përmbytje apo zjarre masive, të cilat kanë prekur rajonin edhe më parë. Parashikimi i supozuar është bërë viral në rrjetet sociale shqiptare, ku qytetarë të shumt kanë shprehur shqetësim dhe kurreshtjen për përmbajtjen misterioze të fjalëve të profetit francez. Edhe pse shumica e profecive të tij janë të paqarta dhe të interpretuara në mënyra të ndryshme, nuk mund të mos ndihesh një lloj frike kur lexon për një hije që bie mbi vendin tonë, thot një komentues në rrjetet sociale. Nga ana tjetër, historianë dhe studiues të mirëfillt janë më skeptik dhe kërkojnë kujdes në interpretimin e profecive të tilla. Nostradamus shkroi në mënyrë simbolike dhe të errët. Çdo përpjekje për t'i përshtatur fjalët e tij me ngjarje moderne mund të çojë në keq interpretim dhe panik të panevojshëm, u shpreh një profesor i historisë në Universitetin e Tiranës. Pavarësisht se shumica e parashikimeve të Nostradamusit kanë qenë të paqarta dhe shpesh të debatueshme, kjo nuk e ka penguar opinionin publik që të ndalet dhe të mendojë mbi mundësinë e një ngjarje të madhe që mund të ndodhë në Shqipëri gjatë 2026. Në fundit profecit nuk janë shkencë, por në kohë të pasigurta njerëzit shpesh u kthehen atyre për të kërkuar kuptim dhe paralajmërim. A do të jetë 2026 një vit i zakonshëm apo do të sjellë me vete ngjarje që do të trondisin themelet e vendit? Kjo mbetet për tu parë.